Do të thotë, problemi është që ju keni ra për testit që keni kapacitete për me bërë investime të më infrastrukturore. Kështu që po vjen tash edhe po na përsërit të njëjtat gjëra, mbi keq, po kjo është me thafi intelekti. 4 vjet ju s'keni bërë kur gjon infrastrukturë. E keni lënë rrugë, as për Podujevë se keni kry, as për Gjilan, as për Pej, as këtë rrugën për Tetou. Do të thotë këtë sot me shku andej hekuran duken sikur projektet e braktisura. Që ashtu ta kryojnë për shtypi kur e sheh. Kështu që nëse ti pas 5 viteve në pushtet, kur ke pas së dështime, vjen dhe përsëri na e reciton të njëjtin tregim, për mendimin tim kjo nuk e i besu shumë, është ofendim intelekti. Tash kjo menim i ofendim A disit kisha besu. Okej, tash menimi i ytit. Shiko. Unë i besoj, për shkak të kohës vetë po mund unë i besoj një partije e cila del edhe thotë shikoni qytetarë të nderuar e të respektuar këtij vendi. Këto janë burimet tona, këto janë burimet e këtij shteti. Dhe për këtë mandat kemi mi po 2 gjëra po, 2. Kur ti mi rendit ato 100 projekte, unë e di që ti nuk je serioz. Unë tash let përgjigje. 2. Tregami 2 projekte të mëdha që i kemi bërë edhe që kemi bërë. Mos mi lexo Kur'an ato poezi elektorale, propagandistike, 100 projekte, të cilat pas 4 vjete me siguri nuk keni me realizu as 10% të tyre. 3 herë përsëritet këto. Sa i përket projekteve të infrastrukturës rrugore sidomos. Gabimin e vetëm që ndoshta e kemi bërë si qeveri ka qenë që si kemi shkput me njëherë gjitha kontratat që i kemi gjetë. Pra, është dashur me i shkput momentin e parë që është pa që operatorët janë jo serioz, që ata që i kanë përzihet më herët, edhe s'po i kryjnë punë. Por ka qenë kjo shpresa që nëse shkputet kontrata, procedurat e prokurimit mund të na marrin kohë 1 vit, e sa me gjithë OSHP-n e këto pengesat, ndoshta më shpejt nëse ju japim këtyre afatshtesë kryjnë. Pra ky ka qenë gabimi. Se kemi rastin konkret për me krahasu. Për shembull, ki rrugën autostradën e Gjilanit, që nuk janë shkput kontratat, ose disa janë shkput tash së fundmi, po jo në fillim, edhe ki rrugën për Mitrovic. Rruga për Mitrovic është shkput kontrata në fillim. Është pa që operatori s'ka qenë serioz, nuk e ka shku dinamika e punës që është dashur, është shkput, ka shku 1 vit derisa u prokuru, kemi humbë kohë me procedurat e reja të prokurimit, për rruga u kry. Domethënë, kjo ka qenë ndoshta ai vlerësimi që e kemi bërë si qeveri që nëse ju japim kohë operatorëve ekonomik, ndoshta përmirësohen edhe i kryjnë punë. Pra janë kontrata të cilat i kemi gjetë. Rruga për Pej, e kemi gjetë një kontratë e cila ka qenë për autostradë të re, por me shpërndësim kriminal. E kemi stopu 240 milion euro kostot, tash po bëhet me më pak se 100 milion. Por nuk ka nis fillim të mandatit, pra ka nis tek mesi mandatit. Normalisht nuk mundesh me prit që për gjysmë mandati kryhet një rrugë e tillë. Se asnjë rrugë tjetër nuk po kryen me rana një mandati. 2 mandate ju kanë dashur. Cëllës do. Kemi çështje kështu të tjera politike. Po do më pyet nëse po kjo është, domethënë, hajde për një moment po e besojmë që keni realizuar këto premtime të ripërsërituna. Para se me ardhë të realizimi i premtimeve ose nisja e punëve, na duhet me kapërcyni pengesë, që tash u bë pengesë, që është zgjedhja e presidentit apo presidentës. Si zgjidhet kjo çështje mas 7 qershorit, ku duket që edhe parametrat nuk mujnë me lëviz në atë masa me ndryshu rezultati drastikisht për njënën ose tjetrën palë edhe me usist. Domethënë kemi me metë parafërsisht të njëjtat shifra edhe parafërsisht të njëjta blokade. Tash, këtu besoj që ajo çfarë duhet me ndryshuar dhe që shpresoj do të ndryshon është qëndrimi i bllokut opozitar. Na kemi pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, ata e bllokuan vendin, më na çu edhe një herë në zgjedhje me idenë që prej 42.3% sa i patëm, mos po bie vetëvendosja hala. Domthonë kjo ka qenë mirë, po e panë që i morën 51%. Po as me këtë rezultat të zgjedhjeve të 28 dhjetorit nuk u pajtuan, se thanë, këtu besoj ju kanë dëgjuar edhe në për studio pak a shumë që diaspora ka qenë faktori determinues, se përndryshe ata patën më narxu. Unë mendoj që edhe në exit poll ka dalë që edhe pra votuesi lokal rezident na ka votu me shumicë ose më lartë se sa në zgjedhjet e 9 shkurtit, sepse ka identifikuar sakt opozitën, bllokun opozitar si fajtorin që e çoi përsëri vendin në zgjedhje.
Edhe kësaj radhe, ata vendosën që me qu venin edhe një herë në zgjedhje duke bllokuar me shpresën që mos po lodhet votuesi, ndoshta nuk del. Mirë po, ajo që po shoh, votuesi nuk është u lodh, përkundrazi. Ka me i lodh partitë opozitare, kanë me pa rezultatin e 7 qershorit, edhe besoj që kanë me u kthy në binar të racionalitetit edhe me vepru që shdohet për ndryshe ata me rezultatin që do ta marrin pra do ta kenë të pamundur me vazhdu tutje me bllokadat të tilla. E shpresoj që edhe qytetari në shifra këto. Edhe qytetari, rezultati është pra që lëvizja vetë vendosi me partnerët e koalicionit, guxo alternativa dhe PSHDK të marrë rezultate edhe më të mirë se sa zgjedhjet e 28 ditë. Pra, në atë situatë, sigurohemi, edhe votues sigurohen, që nuk ka nevojë me dalë edhe një herë në zgjedhje. Pse besoni se i merrit 80 deputet, apo rezultati është që do për opozitën, saqë atyre masnej ju hyp në qafë edhe ata vetëm kanë me e qu dorën edhe kanë me nejtë kuvend për ato që keni me propozu ju. Pra, çaj ka... Kryeministri ka thonë që nuk është e pritshme që një subjekt i vetëm me i marrë 80 deputet, pra nuk ka aso iluzione askush. Por gjithsesi, një rezultat i cili i tregon opozitës që nuk mujnë me vazhdu ata me këso blokada, me shpresën që lodhet populli, besoj që po nëse përsëritet non-shkurti i them në racionalitet. Pra, nëse del për shembull rezultati i non-shkurtit të vitit kaluar. Po ne kemi opozita i ka pasur me dhënë 4 deputet moment reflektimi për juve. Ai vjen që ju pajtoni nëse është 51% e motutje, opozita duhet me reflektu, sepse është mesazh. A reflektoni ju nëse e keni nëse është e kundër, nëse keni 42%. Jo, po them opozita duhet me reflektu, o dash me reflektu edhe me 9 shkurt, o dash me reflektu edhe me 28 dhjetor. Ta zëm se ka bo, tash jemi në këtë. Unë po them, shpresoj që opozita, që një rezultat i tillë e detyron opozitën me reflektu. E juve çfarë rezultati kemi reflektu me 9 shkurt, kemi reflektu me 28 dhjetor. Në të dyja rastet ne kemi ofruar bashkëpunim. Jemi refuzu. Në të dyja rastet, ne s'ka nevojë me reflektu, ne kemi ofruar bashkëpunim. Ne jemi refuzu për blokut opozitar. Të pa negociueshme. Jo, ka pas kushte, i kemi plotësuar madje kushtet e opozitës. I kemi plotësu, kanë thonë nuk bën me i pas një subjekt 3 pozitat kryesore, kemi thonë që s'po i marrëm 3 pozitat. Kanë thonë po e dojmë na presidentin, s'bën ju me caktu, kemi thonë na jepni 3 emra. Kanë thonë dojmë marrëveshje politike, ju kemi ofruar marrëveshje politike, kanë refuzu. Do thonë gjithë ato i kanë refuzu. Pra, qytetarët e shohin edhe e vlerësojnë këto. Njëjtë çush e kanë vlerësuar me 28 dhjetor. Pra, nëse ndodh ajo që insistoj Bibrani me drejt. Nëse ju delni 40%, 42%, a reflektoni ju? Nuk është situata e tillë.